Që nga viti 2017, lëvizjet e migrantëve dhe refugjatëve në Ballkanin Perëndimor janë rritur ndjeshëm. Kjo nënvizon nevojën në rritje për sisteme efektive dhe të ndjeshme ndaj mbrojtjes, për të adresuar nevojat e migrantëve, refugjatëve, azilkërkuesve, fëmijëve të pashoqëruar dhe të ndarë nga familjet, viktimave të trafikimit dhe të tjerëve. Qeveria shqiptare është angazhuar për një vizion gjithëpërfshirës për migracionin dhe zhvendosje në të gjitha format e saj, të harmonizuar me integrimin në BE dhe kornizat globale përmes miratimit të strategjisë së re për migracionin 2024-2030. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian së bashku me IOM dhe UNHCR do të mbështesin Shqipërinë për të zhvilluar kufi më efektiv dhe efikas në përputhje me standardet e BE-s, si dhe për të prezantuar sisteme menaxhimi që synojnë mbrojtjen e të gjithë njerëzve në lëvizje në Shqipëri. Kjo nismë 4 vjeçare do ta mbështesë Shqipërinë për të fuqizuar sistemet e menaxhimit të migracionit dhe azilit, për të përmirësuar mbledhjen e të dhënave, për të përforcuar kapacitetet teknike dhe operacionale dhe për të mbështetur përfshirjen dhe aksesin në shërbime socio-ekonomike për migrantët, azilkërkuesit dhe refugjatët në Shqipëri. Do të ndihmoj Shqipërinë të rishikoj planin e emergjencës dhe të zbatoj strategjinë kombëtare për migracionin, të forcoj mekanizmat e koordinimit ndërinstitucional dhe të ofroj mbështetje teknike për qeverisje efektive të migracionit në përputhje me standarde ndërkombëtare, të përmirësoj mbledhjen e të dhënave dhe analizën e dinamikave të migracionit dhe refugjatëve, për të mbështetur politikat dhe fushata ndërgjegjësuese të bazuara në prova. Të avancoj digitalizimin për policinë e kufirit dhe migracionit përmes ngritjes së kapaciteteve, përdorimit të inteligjencës artificiale dhe teknologjisë në qeverisjen e integruar të kufive. Të përmirësoj kapacitetet e qendrave pritëse, ndihmës në terren dhe mbështetjes për fëmijët e pashoqëruar dhe të ndarë nga familjet. Të rrisë aksesin në shërbimet sociale dhe përfshirjen ekonomike për migrantët, refugjatët dhe azilkërkuesit. Të financoj bashkitë dhe të inkurajoj shkëmbimet midis personave në lëvizje dhe komuniteteve pritëse, duke nxitur përfshirjen, diversitetin dhe zhvillimin. Së bashku me partnerët kombëtar dhe vendor dhe në bashkëpunim me komunitetet, migrantët, azilkërkuesit dhe refugjatët, projekti EU for Migration promovon një qeverisje të sigurt, humane dhe efektive të migracionit, të harmonizuar me standardet e BE-s, përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse nga i gjithë shteti dhe i gjithë shoqëria.